Një i mitur nxënës i një shkolle në Fushë Kosovë dyshohet se është dhunuar seksualisht nga një person tjetër. Akti dyshohet se ka ndodhur në Ferizaj. Rasti dyshohet të ketë ndodhur me 9 dhjetor, ndërsa policia është njoftuar nga shkolla të hënën. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci ka thënë për TV1.info se dyshohet se i mituri është kontaktuar përmes rrjeteve sociale. Specialistë të policisë për hetimin e rasteve të tilla në bashkëpunim me institucionet relevante janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbardhjen e plotë të rastit, përderisa po punohet intensivisht në identifikimin e të dyshuarit dhe përcaktimin e vendodhjes së tij, ka thënë Borovci. Policia ka njoftuar qytetarët në lidhje me qarkullimin e emaileve të rreme me informacione të rreme që kinë i përkasin policisë së Kosovës dhe organizatave të ndryshme. Informacione këto që kinë janë lëshuar edhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës. Përmes këtyre emaileve të rreme, policia njofton se janë dërguar disa thirrje gjyqësore. Këto informacione të dërguara nga kinë zyrtar të lartë të PK-s, të emërtuara si thirrje gjyqësore me numër referues të dosjeve të lëshuara kinse siç potencohen në emaile nga stafi i lartë menaxhues i PK-s, Agjencia e Sigurisë Kibernetike në Kosovë, Byroja Federale e Hetimeve, Policia Kombëtare e Krimit Kibernetik dhe Organizata Ndërkombëtare të Policisë Kriminale e të tjera nuk janë dokumente zyrtare të Policisë së Kosovës e aq më pak të lëshuara nga zyrtar të lartë brenda PK-s, por janë emaile, dokumente të falsifikuara për përdorim me qëllime të saktuara, theksohet në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar se mbrëm në Obiliq janë arrestuar 6 persona, 5 nga ta të mitur, të dyshuar për veprën dëmtim i varrezave apo kufomave. Sipas policisë, rasti ka ndodhur me datën 13 dhjetor 2025 në Plemetin të Obiliqit. Puna e hetuesve policor ka rezultuar me identifikimin dhe arrestimin e 6 personave të dyshuar, prej tyre 5 të mitur, për të cilët ekziston dyshimi i arsyeshëm se të njëjtit kanë qenë të përfshirë në rast. Personat e dyshuar me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë. Dy raste të vrasjeve në tentativë janë regjistruar në 24 orët e fundit në territorin e Kosovës. Sipas raportit të policisë, njëri rast ndodhi në Prishtinë, ku 2 persona të panjohur shtihen me armë zjarri në drejtim të një shtëpie, ku disa predha kanë dëmtuar disa mobilje shtëpiake. Në vendin e ngjarjes, policia sekuestroi gjithsej 27 gëzhoja, e në Partesh, pas një mosmarrveshjeje, 2 persona janë përfshirë në konflikt fizik, me çrast edhe kanë pësuar lëndime të rënda trupore. Në vendin e ngjarjes, si provë materiale është sekuestruar një kaçavid që dyshohet të jetë përdorur në rast, thuhet në njoftimin policor. Sipas një raporti të përpiluar nga Instituti Gjerman Aspen, Kosova konsiderohet kandidat potencial për antarësim nga Bashkimi Evropian, por edhe pse ka bërë progres në disa fusha, vendi përballet ende me pengesa madhore, ku peshën më të madhe e zë normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë. I njëjti argument vlen edhe për Beogradin. Serbia ka nisur negociatat për antarësimin në BE që prej vitit 2014, por përparimi mbetet i kufizuar me shqetësime mbi reformën e sundimit të ligjit, lirinë e medias, harmonizimin e politikës së jashtme dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, të cilat vijojnë të ngadalsojnë ritmin e negociatave, theksohet në raportin e këtij instituti për Ballkanin Perëndimor, shkruan Deutsche Welle. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky së bashku me përfaqësues të rreth 30 shteteve të tjera pritet të miratojnë zyrtarisht të martën planet për krijimin e një organi kompenzimi që synon dëmshpërblimin për dëmet e shkaktuara në Ukrainë si pasojë e pushtimit nga Rusia. Miratimi pritet të bëhet gjatë një ceremonie në qytetin holandez të Hagës dhe vjen pas zhvillimit të bisedimeve të paqes në Berlin me të dërguarin special të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, Steve Witkoff, dhe
shoqërin e tij Jared Kushner si dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz. Gjatë këtyre diskutimeve, presidenti Zelenski shprehu gatishmërinë e Ukrainës për të hequr dorë nga përpjekjet për antarësim në NATO në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë, por refuzoi presionin amerikan për t'i lëshuar territor Federatës Ruse.